Horoskopi javor, 9 deri 15 shkurt 2026, dashi, në fillim të javës, je plot energji mendore dhe ide të reja. Mendja punon shpejt dhe dëshira për të vepruar është e fortë, dërgon mesazhe, emaile dhe plane pa hezitim. Megjithatë, yjet këshillojnë pak kujdes, rilexo gjithçka para se ta dërgosh, që idetë e tua brillante të jenë të qarta dhe të kuptueshme për të gjithë. Kjo është gjithashtu një periudhë e mirë për të investuar në pajisje të reja pune ose për të përmirësuar mjetet që përdor çdo ditë. Nëse ke menduar të blesh diçka që lidhet me biznesin apo punën tënde, momenti është i favorshëm për të hedhur hapin rreth mesjavës, sidomos të mërkurën. Përqendrimi yt mund të lëkundet. Mendimet mund të ikin tek familja, çështje personale apo emocione që zakonisht i mban nën kontroll. Mos e lufto këtë gjendje, pranoje, bëj një pauzë dhe riktheu më pas me energji të plotë. Kjo do të ndihmojë të shmangësh gabimet dhe lodhjen mendore. Fundjava sjell një surprizë të bukur, frymëzim kreativ nga një burim i pazakon. Mund të jetë një bisedë e rastësishme, një situatë e papritur apo diçka që zakonisht nuk do t'i kushtoje vëmendje. Mbaj syt. Demi, në fillim të javës, mënyra jote e zakonshme praktike dhe aftësia për të marrë vendime të sigurta duket sikur janë zbehur pak. Por kjo nuk është domosdoshmërisht diçka negative. Yjet sugjerojnë të mos nxitosh me nënshkrime apo marrëveshje të rëndësishme tani. Jepi vetes kohë dhe shfrytëzo këtë fazë për diçka tjetër shumë të vlefshme, kreativitetin dhe intuitën tënde, të cilat janë në nivel të lartë. Pas mesjavës, energjia ndryshon ndjeshëm. Bëhesh më i hapur, më shoqëror edhe komunikimi yt rrjedh me lehtësi dhe hijeshi. Është një moment ideal për takime pune, darka profesionale apo kontakte që lidhen me karrierën. Ditët e mërkurë. Enjtë dhe të premte janë veçanërisht të favorshme për të ndërtuar lidhje të dobishme. Fundjava sjell një situatë delikate, por të rëndësishme. Mund të kesh mundësinë të ndërtosh një aleancë të fortë që të shërben në të ardhmen, ose mund të përfshihesh në një lojë force apo rivalitet. Dëgjoj instinktin tënd dhe zgjidh me kujdes se kujt i jep besim dhe ku ja vlen të investosh energjinë tënde. Binjakët, në fillim të javës, mendja jote punon me shpejtësi marramendëse. Idetë lindin njëra pas tjetrës dhe kreativiteti yt është në kulm. E vetmja gjë që të nevojitet është një bashkëpunëtor ose një ekip që të ndihmojë t'i organizosh këto ide dhe t'i kthesh në veprim konkret. Vetëm nuk është e thënë t'i mbash të gjitha nën kontroll. Pas ditës së mërkurë, fokusi zhvendoset fort tek paratë. Yjet të këshillojnë të jesh më i kujdesshëm e se zakonisht me buxhetet, shpenzimet dhe blerjet. Kontrollo 2 herë shifrat, dokumentet dhe llogaritë dhe sigurohu se e di saktësisht nga po vjen dhe ku po shkon fluksi i parave. Fundjava të gjen me mendjen në lëvizje të vazhdueshme. Plot ide dhe mendime që kërcasin si një makinë pimballi. Një debat ose bisedë e rastësishme që nuk ka lidhje me punën mund të ndesë një ide brillante. Ruaje mirë atë mendim, sepse të hënën mund të kthehet në një plan konkret dhe shumë premtues. Gaforja, në fillim të javës, sasia e punës që të del përpara mund të duket paksa mbingarkuese. Edhe pse tundimi për t'i bërë gjërat shpejt e për të prerë shkurt është i madh, do të ndihesh shumë më i qetë më vonë nëse kërkon ndihmë nga një koleg ose nëse i kontrollon 2 herë shifrat dhe detajet. Kujdesi tani të kursen stres më pas, nga e mërkura deri të premten, je në formën tënde më të mirë. Vetbesimi rritet dhe ka shumë gjasa të marrësh një rol drejtues në një takim ose brenda ekipit. Qasja jote e vendosur të çon aty ku dëshiron dhe, njëkohësisht, të fiton respektin e të tjerëve. Fundjava sjell reflektime më të thella. Mendimet e tua mund të kthehen drejt planeve afatgjata dhe drejtimit të karrierës. Pyetja që lind natyrshëm është, ku po të çon rruga profesionale dhe çfarë hapash duhet të ndërmarrësh më tej. Luani, në fillim të javës, yjet të shtyjnë të zgjerosh horizontet. Merr pjesë në një leksion, seminar apo trajnim, qoftë edhe diçka që lidhet vetëm pjesërisht me fushën tënde.
Aftësitë e tua mendore janë të mbrejta dhe të thelluara në këtë periudhë, ndaj është shumë e mundur të përfitosh një ide ose risi që rezulton jashtëzakonisht e vlefshme për punën tënde, nga e mërkura deri të premten. Je edhe më shoqëror se zakonisht. Komunikimi yt është i ngrohtë, bindës dhe i natyrshëm, çka e bën këtë periudhë ideale për bashkëpunim me kolegët ose për kontakte me klientët. Nuk përjashtohet mundësia e një shpërblimi, vlerësimi apo përfitimi konkret fal angazhimit tënd. Edhe puna që zgjedh të bësh gjatë fundjavës do të jap rezultate më të mëdha nga sa pret. Përpjekjet e tua jo vetëm që do të vijnë re, por do të shërbejnë edhe si frymëzim për të tjerët, përfshirë proret. Kjo është një kohë ku puna, pasioni dhe ndikimi yt bashkohen në mënyrën më të mirë. Virgjëresha, në fillim të javës, logjika jote funksionon në nivel maksimal dhe mund të zgjidhësh çështje komplekse pa shumë mundim. Megjithatë, komunikimi mund të kërkojë pak kujdes shtesë. Një mënyrë e mirë për të siguruar që mesazhi yt po kuptohet saktë është të kërkosh që t'ia përsërisin pas ty. Kjo shmang keqkuptimet dhe të bën të dukesh më i saktë dhe i qartë. Pas mesditës së mërkurës, fokusohu te puna në ekip. Në vend që të mbash vetë barën e atyre që janë më pak të organizuar, gjej mënyra për të kombinuar aftësitë e secilit dhe për të arritur progres të madh së bashku. Bashkëpunimi sjell rezultate më të mira se sa përpjekjet individuale. Fundjava kërkon fleksibilitet. Planet dhe qasja jote duhet të jenë të adaptueshme, veçanërisht në lidhje me punën. Të ndihmosh në momentin e fundit mund të duket një pengesë, por shpërblimi që do të marrësh mund të tejkalojë pritshmëritë. Kjo është periudha ku durimi dhe gatishmëria për të ndihmuar japin fryte të papritura. Peshorja, në fillim të javës, mos hezito të marrësh përsipër një detyrë të re, edhe nëse kjo do të kërkojë të ndryshosh pak orarin tënd. Yjet tregojnë se përpjekja jote nuk do të kalojë pa u vënë re, do të marrësh vlerësim dhe respekt për gatishmërinë tënde. Ky sfidë e re është gjithashtu pikërisht ajo që mendja jote e mbreth ka nevojë për të qëndruar aktive dhe kreative. Pas ditës së mërkurë, një krizë e papritur mund të ndërpresë rutinën tënde të zakonshme. Gatiohu të bësh kontroll dëmi dhe të menaxhosh situatën me qetësi dhe logjik. Tani nuk është koha për të nisur projekte të reja, më mirë fokusohet tek ato që, kur arrin fundjava, puna kthehet në rrugën e duhur. Mund të ndodhë që dikush të kërkojë të japësh këshilla për një çështje të rëndësishme. Pikpamja jote e gjerë dhe aftësia për të parë pamjen e madhe janë pikërisht ajo që ata kanë nevojë për të marrë vendime të drejta. Akrepi, në fillim të javës, një zë i brendshëm të paralajmëron të veprosh me kujdes. Dëgjojet, intuita jote është një nga mjetet më të fuqishme që ke, veçanërisht në çështje biznesi. Hulumtos fondet, lexo me vëmendje çdo detaj dhe shmang çdo përpjekje që bart rrezik më shumë se sa duhet. Kujdesi tani të kursen gabime më vonë, pas ditës së mërkurë, yjet të japin dritën jeshile për të ndjekur objektivat dhe ambicjet e tua. Arritja e asaj që dëshiron bëhet më e thjeshtë duke treguar vendosmëri dhe duke treguar qartë interesin tënd. Aftësia jote për të bërë të tjerët të kuptojnë përfitimet që kanë nga bashkëpunimi me ty është gjithashtu një armë e fortë. Fundjava mund të sjellë disa valë sfiduese nga shefi ose ndonjë person me autoritet, por ti do t'i përballosh me stil dhe qetësi. Eleganca dhe kontrolli yt i brendshëm do të ndihmojnë të kalosh çdo situatë pa probleme dhe madje të dalësh më i fortë. Shigjetari, në fillim të javës, dikush në mjedisin tënd të punës mund të flasë shumë, por veprime konkrete mungojnë. Mos u zhgënjej dhe mos humb kohë duke u frustruar, më mirë përqendrohu tek detyrat që ke mundësi t'i kontrollosh dhe t'i përfundosh vetë. Kjo do të sjellë rezultatet më të dukshme dhe do të mbajë ritmin tënd të punës të qëndrueshëm. Pas ditës së mërkurë, do të kesh mundësinë të përfshihesh më thellë në një projekt dhe të lësh gjurmën tënde personale mbi të. Përfitimi shtesë është se do të zhvillosh një marrëdhënie të dobishme dhe të ndërsjellë, që mund të shërbejë në të ardhmen. Fundjava premton sukses në fushën profesionale, por gjithashtu edhe rritje personale.
Përqendrohu te ato që kanë më shumë rëndësi dhe investo energjinë tënde në detyrat që kanë ndikim të dukshëm. Përpjekjet e tua do të japin fryte të dy fishta, në punë dhe në vetë zhvillim. Britsjapi, në fillim të javës, njerëzit përreth teje janë të zënë me biseda të vogla dhe thashe theme, por ti ke një pamje të qartë se çfarë duhet të bëhet dhe nuk humb kohë. Fokusohu tek detyrat e rëndësishme dhe lejo që bisedat të presin. Prioriteti yt është puna dhe organizimi. Pas ditës së mërkurë, energjia jote mund të ndryshojë papritur. Një moment do të ndihesh plot fuqi dhe gati për gjithçka, ndërsa një tjetër mund të ndihesh i raskapitur. Kujdesi për trupin është kyç, pi shumë ujë, zgjedh ushqime të shëndetshme dhe bëj shëtitje të shkurtra për të rifituar energjinë përpara një takimi të rëndësishëm. Nëse punon gjatë fundjavës, mund të lindë një përballje mbi territore ose burime. Mbaje qëndrimin tënd të fortë dhe besohu në aftësitë e tua, ashtu si gjithmonë. Puna e palodhur dhe vendosmëria do të japin rezultate të favorshme edhe në situata sfiduese. Ujori, në fillim të javës, një mënyrë krejt e pazakontë për të komunikuar të vjen si një frymëzim i shpejtë. Ky ide e veçantë dhe origjinale të bën të dallohesh në punë dhe rrit vlerën tënde profesionale. Shfrytëzo këtë moment, shpreh kreativitetin dhe bind me qartësi idetë e tua. Pas ditës së mërkurë, mund të dalë një element personal në një situatë pune që të krijon pak shqetësim. Mos e injoro dhe mos shpreso që problemi të zhduket vetë, qasja direkte është më e efektshmja. Trajto çështjen me qetësi dhe vendosmëri për të marrë rezultat të mirë. Kur vjen fundjava, kreativiteti yt është në kulmin e tij. Një zbulim ose ide e thjeshtë, që mund të duket vetëm një ëndër e vogël në fillim, mund të përmirësojë ndjeshëm performancën tënde. Mbaj mendjen të hapur dhe shfrytëzo frymëzimin kur të vijë, mund të ketë efekt të menjëhershëm dhe të madh. Peshqit, në fillim të javës, aktivitetet kreative dhe takimet për brainstorming janë më shumë në stilin tënd se sa puna rutinore e përditshme. Lësho pak hapësirë në orarin tënd për të gjetur një zgjidhje brillante dhe inovative për një problem që ka mbetur pezull. Kjo është koha për të shfrytëzuar imagjinatën dhe intuitën tënde të fuqishme. Nga e mërkura deri të premten, je në kulmin e performancës profesionale. Puna bëhet si një skenë ku ti shkëlqen. Takimet me klient, rrjedhëzimi dhe bashkëpunimet janë të thjeshta dhe të natyrshme për ty, ndaj planifiko aktivitetet sociale të lidhura me punën në përputhje. Shmang çdo thashethe me elegancë dhe ruaj energjinë për gjërat që vërtet kanë rëndësi. Kjo qasje të mban të qetë dhe të fokusuar, duke mbrojtur reputacionin dhe energjinë tënde.